fatmirësisht këtë pesh na kanë bërë më të lehtë shqiptarët, na keni bërë më të lehtë ju dhe të gjithë ata që si ju na kanë dhënë plot 83 mandate që të kryejmë me sukses negociatat për anëtarësinë në Bashkinë Evropiane. Sot kemi trefishuar prodhimin e serave dhe si rezultat kemi faktikisht rritur ndjeshëm konkurrueshmërinë në një sipërfaqe serash që sot ka prekur 2200 hektarët. 3 mandate nga kur kemi arritur të rrisim në mënyrë të pamendueshme deri disa vite më parë prodhimin e perimeve që i është afruar 1500 milion tonëve. Tre mandate nga kur eksportet kanë vazhduar të rriten dhe të diversifikohen, duke kapur një vlerë që këtë vit, vetëm në nëntmujorin e parë, është më e lartë se sa e gjithë vlera e vitit shkuar, dhe duke u afruar të përmbushim gjysmë miliard euro eksporta. Por ajo që është akoma më rëndësishme, kemi përmbysur raportin e eksporteve me importet, të cilin e kemi gjetur një eksport 7 import, dhe sot jemi në 1-3, duke vazhduar të shkojmë drejt tendencës ulse. Është me shumë rëndësi që kemi sot një buxhet për vitin e ardhshëm jo thjesht më të lartë, por shumë më të lartë krahasuar me buxhetin e këtij viti, dhe vetëm në skemën kombëtare shkojmë me një buxhet i cili është gati 2 fishi i vitit që po përfundon. Në ndërkohë, e tha dhe ministri, për sa i përket skemës direkte, të gjitha pagesat do të mbyllen brenda këtij viti 100%.